E kemi filluar si betejë për drejtësi nga të mirat detare. E kemi filluar si drejta populli jonë me pas siguri ekonomike me tu. Por në një kohë fare të shkurt, i shëndru në betejë dhe pa kënaqësi gjithë komunitetit ton nga trajtimi si ka Podgorica ndaj Ulqinit. Atë pa kënaqësi duhemi qartë mi shpreh, duhemi zbashku mi shpreh, dhe komuna, ku vendi komunës son, dje ka shpreh atë. I kemi vu kushtet për investime. I kemi ja principet. Nëse dojnë më tepër, duhen të flasim me ne. Duhet të flasim me ju, me përfaqësues juaj. Unë e kam rrit qëllimin. E kam arrit qëllimin që gjithë subjektet politike tulen një tryez dhe zbashku të peshojmë çka duhet të bëjmë. E kemi thënë dje, kemi thënë edhe nesër. Kërkesat e juaja, kërkesat tona, për anulimin e tenderit, për aneksin dhe për ligjin e ri mbi të mira detare, ju përkrahin jo vetëm kryetari Raičević, por edhe kryetari i Hercegnovit, edhe kryetari i Kotorit, edhe kryetari i Budves, edhe i Tiftit. Gjithë komunat janë pas tyre kërkesave. Nuk jemi ma vetë. Kjo betejë na ka dalë si një prej betejat të cilat nuk guxomi humb. Ne këtë betejë zguxomi humb. Dhe prandaj i themi qeverisë, na ktheni prona që keni marrë nga viti 91 deri tani, na ktheni prona që keni marrë me ligj viti 2009. Ulqini nuk do hesht, edhe Ulqini asesi nuk është në shitje. Jemi popull krenar, jemi njerëz krenar, investitorët i mirëpresim, por investitorat të cilat punojnë për kushtet tona. Kemi hesht shumë për Galep. Kemi hesht, por ju kujtoj, nuk kemi hesht për Këlpore, s'kemi hesht për Vardanos, ato betejë i kemi fitu. Edhe kjo qëndrim sot, qëndrim ditëve të kaluara dhe në të ardhmen, siguron që edhe këtë betejë do të fitojmë. Vë të teci për para, urime gjithve.